Vijojnë intensivisht hetimet administrative nga Drejtoria e Standardeve Profesionale si dhe nga Departamenti për Sigurinë Publike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për hetimin e plot me qëllim nxjerrjen e përgjegjësive në lidhje me veprimet dhe mosveprimet përgjatë tubimit të zhvilluar më datë 30 maj 2026 në Portonov në Zvërnec, si dhe për ligjshmërinë e subjekteve private për sigurinë fizike, të cilët janë kontraktuar nga pronari për ruajtjen dhe sigurinë fizike të pronës në Portonov. Në vijim të veprimeve administrative të kryera nga Departamenti për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjektet Myrto Security dhe Major Security, rezultoi se të dyja subjektet janë konstatuar në shkelje. Subjekti Myrto Security nuk kishte marrë masat për sigurinë e objektit, si dhe nuk kishte zbatuar rregullat për regjimin e hyrjes dhe daljes së personave dhe mjeteve në objekt. Nga ana e këtij subjekti nuk administroi lista e personave dhe mjeteve që lejoheshin të hynin në objekt. Për shkak të mospërmbushjes së këtyre kritereve, më datë 30 maj 2026 janë lejuar të hyjnë në brendësi të rrethimit persona të paidentifikuar dhe të panjohur nga personeli i shërbimit. Këta persona gjatë tubimit kanë ndërhyrë pa patur asnjë atribut ligjor dhe kanë goditur e tërhequr me forcë një shtetas pjesëmarrës në protestë, duke i shkaktuar lëndime trupore. Gjithashtu, kanë reaguar kundër protestuesve me gur dhe sende të tjera nga rrethimi i pronës. Ndaj këtyre shtetasve që kryen veprimet e dhunshme, punonjësit e Myrto Security nuk kanë kryer asnjë veprim parandalues apo për largimin e tyre, ndërsa punonjësi i licencuar i subjektit Major Security së bashku me dy persona të tjerë, të cilët u proceduan penalisht, dhe nga verifikimet rezultoi se të dy të proceduarit nuk figuronin të regjistruar apo licencuar nga subjekti Major Security, kryen veprime arbitrare duke shpërdoruar detyrën dhe në tejkalim të kompetencave. Pasi goditi me grush, një prej protestuesve e morën me forcë dhe e çuan në brendësi të rrethimit, duke i shkaktuar dëmtime trupore. Në përfundim të hetimeve administrative për shkeljet e konstatuara në të dy subjektet, Myrto Security dhe Major Security, referuar ligjit për shërbimin privat të sigurisë fizike, me vendim të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, të dy subjekteve ju hoq licenca për ushtrimin e këtij aktiviteti, ndërkohë hetimet penale dhe administrative po vijojnë.